Pas një sulmi vdekjeprurës në pjesën e Kashmirit administruar nga India, tensionet mes Indisë dhe Pakistanit janë rritur ndjeshëm. India kreu sulm ajrore mbi territorin pakistanes, duke pretenduar se kishte goditur kampe terroriste, ndërsa Pakistani raportoi dëme në objekte civile. India përdori aeroplan Rafale të armatosur me raketa Scalp, të blera nga Franca sipas një marrëveshje të vitit 2016. Deri në vitin 2024, India ka 36 aeroplan të tillë dhe 1/3 e importeve të saj të armëve i ka marrë nga Franca. Pakistani nga ana tjetër pretendoi se kishte rrëzuar 5 avion indian, përfshirë 3 Rafale, ndonse këto pretendime nuk janë verifikuar. Në rast se kjo do të ishte vërtet, do të ishte përdorur një sistem raketor tokë-ajër SAM, armë që Pakistani zotëron mbi 200 njësi krahasuar me më shumë se 800 të Indisë. India rënditet si fuqi e 4 ushtarake në botë, ndërsa Pakistani në vendin e 12. India ka 1.2 milion personel aktiv në ushtri, ndërsa Pakistani më pak se gjysmën. Ekspertët e sigurisë theksojnë se në një luftë të hapur, India do të kishte avantazh të qartë, por përballjet e vogla mbeten më të paparashikueshme. Ndërsa të dyja vendet zotërojnë kapacitete bërthamore të krahasueshme me rreth 180 koka bërthamore për Indinë dhe 170 për Pakistanin. Megjithatë, analistët bien dakord se përdorimi i tyre është shumë pak i mundshëm, pasi asnjë nga zhvillimet aktuale nuk kërcënon ekzistencën e shteteve përkatëse.